Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E di se ke ardhur prej punës edhe të kërkojmë ndjes nëse veç të kena pengu diçka. Jemi mundu ta shkua pauzës, mi përmbledh deri në këtë kohë kur erdha, mi krye ato obligimet e mëngjesit. Qysh e kemi gjendjen? Për ftesën, për këtë ditë veçantë që është për neve. Qysh e kemi gjendjen në spital, është mirë? Mirë. E mira s'ka kufi. Mira s'ka kufi, po jo shumë mirë. Jo shumë mirë. Sidomos për këtë reportin ton apo për fushën ton. Po. Mos themi që nuk është mirë. E vërtet. Doktore, ç'është po duket mas para ambienti jon shpëndesha është? Bukur, relax. Relax. Mas punës të relax. Live, gjithçka live. Për nder të ditës botërore të lidhjeve të parakoshme, patëm dëshirë që së bashku për hir të shumë dëgjuesve dhe shikuesve që i kemi anën banë botës, patëm dëshirë që të flasim pak për shkak numrit të madh, siç i treguam më herët disa statistika, diku rreth 15 milion poshtje lindje parakohe. Në fakt kështu, lindjet e parakoshme llogariten 10 lindje me qenë një parakoshëm. Ashtu është si protokoll apo që është marrë një statistik mesatare 1 në 10 fëmijë janë lindje parakohe. Doktorësh ambjetojnë? Po, tash të flasim me ndryshimet. Faleminderit shkencës spore që ka bërë një revolucion, sidomos në neonatologji, për shkak që se problemet janë shumë të mëdha, sidomos të fëmijët për papjekurinë e mushkënive. Sot mbijetesa e fëmijëve të lindur para kohe është rrit shumë. Flasim spori, këta fëmijët e lindur para kohe ndahen në tri kategori. Fëmijët të lindur late preterm, domethënë të hershëm para kohe, ata janë që lindin deri në 36 javë të pjekurisë apo gestacionit. Fëmijët të moderun apo lindja parakoshme mesatare janë fëmijë 32 deri në 36 javë. Kurse fëmijët shumë të papjekur apo preterm të hershëm janë ata që lindin prej 27 javë e më poshtë, dhe mbijetesa tash ka rri edhe deri në 24 javë. Në fakt ka raste që edhe me 22 javë fëmijët mbjetojnë. 22 javë bjen 22 javë bjen 22 javë bjen 4 muaj e gjys 5. Wow, ata mbjetojnë. Edhe ata mbjetojnë. Normal në vendet e zhvilluara për shembull në Amerikë ka raste. Unë vet e kam pas rastin konkretisht një beb që ka lindë në Gjermani, është nga Gjakoba, që ka jeton atje dhe ka lindë, është 23 javë pak ditë, 23 javë 5 ditë, e cili sot mbjeton virus kur ka qenë kam bë edhe e përcjellej kur vjen këtu te na. Domthonë as 5 muaj s'pjen. As 5 muaj ka qenë. Wow. Edhe është gjithçka në rregull. Mirë është, kuptohet, sa më shumë që është zhvillimi i shkencës edhe problemet ata mbjetojnë, po ka raste që kanë edhe problemet që mesin pas lindjes që ndërtjo kuptohet zhvillimi psikomotor është me një vonesë. Po janë disa shkaqe kryesore që çojnë tek kjo lindja, sepse po besoj që janë të na dëgjuar edhe nana, gra dhe shkaqet po mendoj shkaqet janë të shumta, po më shpesh tash a kanë qenë jo, përpara kanë qenë më shumë se tash vetëdijsimi apo ngritja edukimi i nënës, kushtet socioekonomike më të mira, përkujdesja, ato vizitat më të shpeshta ginekologjike të nënës e kanë zvoglu numrin e prematuritetit. Por çat arsye se përpara këta prematurët kanë lindë domethënë 35, 36, 34 kemi thënë që janë prematurë, domethënë ka qenë një problem më i madh. Na tash edhe na, domethënë klinika e neonatologjisë në Prishtinë i ka kalu probleme. Tash sfida me prematurët është në 27 javë, 26, 25, 24. Wow. Domethënë mbijetesa është rrit shumë. Kuptohet, në ato ka edhe sfidat, problemet që mbesin pas lindjes ose pas rritjes së fëmisë. Po domethënë kështu të themi që të fëmijët me 27 javë ose 9 muaj pa i mbush, mbijetesa është 70%. Ky është një sukses tepër i madh. Për shkak se përpara ti ke llogarit fëmijët deni me kille i kanë lënë si fëmijë që nuk do të jetojnë. Po. Sot është normale. Doktore, çka ndodh me beben për shembull kur të lind para kohë? Cilat
ne kemi protokollet të cilat janë protokollet ndërkombëtare, domethënë që janë të aprovuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Beba te na flas për neve, flas për spitalin ton, për raportin ton, një protokoll është që prej 34 javë në bark nënës, nëna duhet transferohet bashkë me bebe në Prishtinë. Por ka edhe në ato ka domethënë ka tolerancë për arsye se në bashkëpunim me ginekolog gjithmonë e marrim anamnezën, si ka shku, nëse nëna është trajtuar gjatë shtazanisë me kortikosteroid apo me terapi e cila ndihmon në pjekjen e mushkujve, duke pa vitalitetin, duke përcjell shtazanin, nëse një shtazani është e kontrolluar pa probleme, atëherë mund të lindë edhe na. Në përgjithësi ato transferohen, po kur kemi një bashkëpunim ose kur kemi një dyshim shumë të fortë që ai fëmijë mund të shkojë edhe te na mirë, prap kryet edhe te ne lindja. Doktoresh, është fajt e nana apo është proces i cili nuk nalet? Jo, është një proces i cili s'nalet. Nuk është fajt e nana, po ndërtojnë shkaktorët e lindjeve të parakoshme janë infekcionet, të cilat më shumë të ndikojnë të ato, janë nga ana e nanës, të cilat janë shumë probleme ginekologjike, insuficiencat placentare, insuficiencat nga ana ginekologjike që i thojmë në qafes mitrës, të cilat me kohën janë faktore gjenetik, ka për shembull nanë e cila edhe fëmijën e parë ka pas, më njëherë na raporton thotë që doktoresh, kemi pas lindjen e parë para kohë, prapë kemi edhe të njëjtë. Domethënë janë shumë faktorë që shkojnë nga nana, edhe të cilat gjithmonë janë duke u minimizuar, duke u mundsuar që në çdo moment të përmirësohet edhe që ky vetëm nëse problemi është shumë i madh, nana ka domethënë gjenetike për të cilën edhe është vështirë që të ndalohet. Por prapë edhe kjo ka një të mirë për shkak se është i përgatitur nana nga ana ginekologut që të trajtohet me terapi e cila ndihmon në pjekurinë e mushkujve, kështu që edhe nëse fëmia lind para kohë, mundet me qenë shumë mirë. Ka fëmijë që lindin 30, 31, 30, mos flasim 34, se tash janë të kaluna ato, fëmia lind mirë pas një problem, përcjellet vetëm për temperaturën që qëndron në spital. Derisa ta merr veten, ta mbrin një pesha e cila duhet të lëshohet fëmiu prej spitalit, është deri në 2500, po ka raste që e lëshohet edhe me 1800 gram, po që është në gjendje të mirë. Bashkë më intereson një pyetje që gjithmonë më ka bo përshtypje edhe vet, ç'kjo dërgimi në Prishtinë, doktoresh. Po. A i ka Prishtina aparatet më të mirë, a ka ambientin më të mirë, apo i ka pse duhet me shku në Prishtinë? Kur është për çdo lëvdatë, vërtet ashtu. Kur është bo vlerësimi i spitaleve, të cilat një kohë të gjatë kemi bërë trajnimet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për vlerësimin e spitaleve, duke pa që kushtet tona nuk janë fara që ofrojnë, për shkak se neonatologjia ose puna me prematur është një sfidë shumë e madhe që kërkon një ekip specializuar përveç stafit mjekësve, kërkon edhe infermier, kërkon edhe aparaturë. Është një kosto shumë e madhe, për atë arsye është vendosur të gjitha këto raste të barten më mirë, edhe transporti është ndër tjera shumë i vështirë. Dini kohëve të fundit çfarë qarkullimi, çfarë rrugë janë, të cilat çdo të rënditje për prematurin në rrezikshmëri për çakderdhje. Për atë arsye duke nis nga kjo, stafi numër i vogël, atëherë është më për të mirën e bebes që të transferohet në bark nënës. Qështu. Atje me lind ma mirë, për shkak se në bark e nujt nënës, edhe ato nuk ka traumat e shumë ka përshtypje për çdo. Shumë e vërtetë. Jo vetëm për nëna shtatë zone, po për çdo lloj smundje transferet. Sidomos Gjakova ai ka. Gjithmonë ka interesuar, kanë mësuar. Unë them diçysh shpirtin e kam dhënë për këtë, që tash domethënë momentumi jam është prematuri. Fëmijët e lindurve janë fëmijë që shumë pak shfaqin probleme, sidomos tash. Kuptohet, shkenca është avancuar shumë, përcjellja shtazanisë është shumë e madhe, kështu që ne nuk kemi më problem në fëmijët e lindur në kohë. Infeksionet janë të minimizuar. Në këtë botën sfida është fëmijët e lindur para kohë. Për atë arsye unë edhe shumë jam shumë e shqetësuar për këtë që gjithmonë po duhet mi transferuar. Masi po thuja me shqetësuar. Mundohem ndër disa, maksimumin, plus na jemi një herë parë që s'kemi mjek shumë, atëherë non stop gjithmonë mundohem që të jem në kontakt, ta përcjelli çdo detaj fëmijës.
Bash po du me ndërlidh një pyetje me shto që veç e tha të emocionet. Bash më intereson cila është pjesa më e vështirë emocionale, për shembull bash pikërisht për juve si pediatrë kur punoni me foshnjat lindur para kohe, me këto lloj foshnjat. Është një emocion pak më ndryshe me siguri. Shumë më ndryshe është, kuptohet, për shkak se është një sfidë në vete. Njëjtën kohë ti je emocional për shkak se në krah i ke edhe nanën, e cila gjithmonë shikon me një dëmshmëri që i ka shpresat të ti. Wow, është. Ti do të thonë për dy vetë dush me ndi emocione dhe me punu. Sa çdo buzëqeshje vjen më gjatë shikon qysh ti kur ti je pakës, do të thonë që ki dilema që nuk është diçka të shku mirë, ti edhe vet nga shpirti e keni një heshtje, edhe ajo ato vren ti qysh syt, çka do të thonë sot. Pikërisht, edhe ne ndoshta edhe na herë edhe dorë Zotit, në fund që është edhe shumë e vërtet. Unë i them, ti je mbështetja më e madhe. Ato janë heroina, ato janë të cilat na japin një shpresë që dhe fëmia duhet të më bëj mirë. Do të thonë, kur nana ka shpresën, me që do të rasti shkon shumë mirë. Definitivisht. Në siguri ndihmon edhe qumshti i gjirit e këto. Qumshti i gjirit. Prej momentit të parë, shkoj me qumshti i gjirit. Domethënë direkt. Është protokoll, direkt me pikat e para është me qumshti i gjirit, se për dihet sa përparësi ti ka qumshti i gjirit, sidomos të ditët e para për shkak se i ka ato antitrupa të cilat i mbrojnë për infekcione, se fëmijët e lindur para kohë janë shumë të rrezikuar nga infekcioni, tjetra janë të rrezikuar nga rrëmja e temperaturës, që na më një po imunitetin e kanë zero, të gjithë e trashëgojnë veç prej nanës, sidomos ato antitrupat ose që ata që mbrojnë prej baktereve. Atëherë nana i ka deri në 36 javë, domethënë deri në javën e fundit gati shtatzanis komplet bëhen. Bartën, kështu që ato nuk i ka të mjaftueshme edhe beba. Ato i marr veç prej nanës, dhe vetë tek në vitin e parë krijohen, prodhohen. Domethënë kreti ka prej nanës. Si që e marrë infekcionin prej nanës, e marrë dhe mbrojtjen prej nanës. Pikërisht me atë infekcion lind, me siguri. Po, mandej duhet njerë më heka infekcion, mandej. Që të është sfida. Për që ato, po thomë, na i kemi të vogluna ato infekcionet, jo na po në barbotën, se na kemi numër ma të vogël, po prapë se prapë betet një sfidë. Janë duke u minimizu të punu ose të luftu që mu minimizu ato infekcionet perinatale nga nana. Raste fatale, po thua. Raste fatale, normal ato janë në klinikën e neonatologjisë, janë, po edhe ato, thash, janë vetëm të fëmijët nër 1 kilogram. Edhe rreziku më i madh të ata fëmijë shkojnë janë për shkak të infekcioneve ose problemet me zor, të cilat problem sfidë tjetër është edhe ushqyera tek këta fëmijë, të fëmijët para kohe, për çfarë arsye gjithmonë mundohen që me qumshtë sa është i përshtatën për traktin ose për zorrat e fëmijëve dhe i përmban ato imunoglobulinat të cilat e mbrojnë. Edhe që ato insistohen në atë mënyrë. Kto janë rrezikshmërit, por ka fëmijë që lindin para kohë me anomali, do të thonë me defekte. Kur lindin me anomali, është edhe një faktor i rrezikut i cili i shtohet për rritjen e vdekshmërisë. Me sa po kuptojnë, ka problemet kryesore janë te mushkrit, apo? Problemet kryesore te këto janë mushkrit, janë infeksionet edhe temperatura e ulët. Mushkrit janë shumë papjekuna. Kështu që, përsa të thash, gjelpona cila apo injeksioni i cili mirret deksazoni që i thonë për pjekurinë e mushkrive, fillon për 28 javë, edhe deri në 34 të cilën e ka efektin. Po, një mrekulli apo një ndryshim që është bo kur ka fillu përdorimi i surfaktant. Surfaktanti është një emitues i langut të mushknive, cila ndikon me pjekjen e tyre kur kanë fillu aplikimin në klinikën e neonatologjisë, por kjo është edhe arsyeja pse bëhen transferet më herët, për shkak se ai duhet me qenë me një herë prezant, me një herë aplikohet 2 orë e para, edhe ka ndihmuar shumë se 24 promil ka qenë kur unë kam qenë specializante, domethënë në 2001-shin atje, kur tash është vetëm 14 promil. Edhe kjo është problem, sfidë prapë mbetet atje infekcioni, nuk është se shkojnë është numër i madh, krejt rastet lindin të rrezikune, lindin në QKUK, në klinikën e neonatologjisë. Për atë arsye normal edhe numri i madh i fluksi i madh i bebave aty, infeksionet intrahospitalore njëri për tjetrit është më i madh, se që ajo është arsyeja më shumë sa ta nxjerrin prej mushknive, por problemet më andej të vëndshme janë arsyet ato që shkaktojnë fatalitetin. Doktoresh, po mdoket këtë çka ndodh, këtë mobilizimi apo këtë vëmendje është te bebat në këtë rast.
Po shkandodh me nanat. A ka raste kur edhe nanat janë gjendje të keqe, a trajtohen ato, merret ne kush me to direkt vish me beba. Jo, merre. E vërtet është për shkak se ato përveç krejt e kanë edhe një ndjetë fajësisë pse ka ardhur tek kjo, pse kam lindur bebën para kohë. Po mundohem në mënyrën tonë. Mirë kishte qenë të ato raste me qenë edhe psikologu, që është shumë e rëndësishme. Përveç psikolog të na nuk ka. Marrë krym punë psikologut na. Edhe fakulteti prodhon për ditë. Sa dush ku nuk vjen. Jo, nuk ka, që është shumë e domosdoshme. Mënon me mënyrën tonë më të mirë, mënon stafi mesëm është i mrekullueshëm se shumë punën e kryjnë. Praktikisht në neonatologji 50% kryet, po te na është një rregull, një pastërti, një qetësi që kanë shumë i kishë ndihmu për disa gjëra që po na mungojnë, jo disa, por shumë me qenë të na, për shkak se ndryshe shkojnë rasti. Është shumë në kushte higjienike, ka nona dhe pa vetëdijshme që nuk e din që nuk është faji tyne. Nuk është faji tyne, po dikush më shpjegoj në atë moment. Këto problem, këto vështirësi janë sidomos të nënat për ndaj fëmijë që kanë të pritur, themi. Edhe ato nuk gjithmonë nuk mundesh ti mi qetësu që as leca, ato gjithmonë e marrin arsye jam kanë edhe frikën ndaj dikush e ka ndaj burrave. Se mendojnë që burrat ta fillojnë kryt. Është veç, jo, është ngrit. Ngrit pak. Po, jo, vetëdijsimi është ndryshe. Bashkë më intereson doktoresh, a ka ndaj shenja alarmuese që jepet shtatzonës për shembull, para se më ndodh kjo që me ditë ajo mu përgatit që ka do mi ndodh një gjatë tjetër. Sigurisht, ginekologu, po edhe gjithë janë njoftuar. Shumë. Ka sinjale që dërgojnë edhe trupin në siguri. Ka sinjale, por atë arsye ata parashojnë ma. Rastet që na vinë këtu, domethënë që vinë pa prit na ndodh ndaj lindja, është për shkak se për një moment ka fitu dhimbje dhe ka ardhur të lira. Por ndryshe ato janë parapone, janë përcjellne. Çdo gjë janë të informuar nga ana e ginekologut, kështu edhe mandejnë nëse thashun në konsult me ne pyesin çka mendoni a mu jemi nal këtë bëj këto apo jo, dhe nëse na shohim mundësinë që më mirë është më shku atje, atëherë e çojnë atë, e dërgojnë intrautrin, apo bën bark nënës. Po më intereson doktoresh gjatë gjithë këtyre viteve përvojë shumë të suksesshme, a ka një rast që kështë pas dëshirë me nda me neve si histori të veçantë suksesit? Po. E kam një histori shumë. Dhe më thonë, në 2008 ka lind një fëmijë 700 gram. Wow. Edhe të shmendu se nëna është abort, ose vetë nuk e ka ditë kur ka lind një fëmijë 700 gram, 25-6 javë, se ka pas një ngecje. Edhe na kalon nëna, mandej me fuqin ton të përbashkët. Ajo kalon si të... Jo, ajo la dhe mendoj që nuk ka me mbjetu ai fëmijë, po mrekullia kur nuk dihet, gjithmonë mundet me ndodh dhe mandej ai fëmijë 3 muaj e gjys ka qëndruar. 3 muaj e gjys këtë stafi, saqë u bë pjesë e jona, e familjes, secili u shtyke kush më marr me ta. Edhe është nxjerrë shumë mirë. Është mirë, thashë. Shumë mirë. Bile, rrezikshmëria e madhe, domethënë rreziku tek ta fëmijë është më të metë me pasoja. Nëse fëmija që më madhja mundësi është me qenë paralizë cerebral, ai fëmijë shkon në shkollë, gëzon i shëndet plot. Ai ku ka i vet? Kur nuk smuhet. Unë ju them, ka fëmijë kur nuk smuhet. E ka kryve smune këtë i ka marrë me ai ku ka me vakt. I vetmi fëmijë ku ka që i paska mbi 20-30 prind. Se këtë ju ka prind aty shkojnë. Këtë dhe prind ju ka po. Bile nona kur dëshim ja afru, sa shumë rëndësi më ofruat emocionale, bo lidhja emocionale nona beb me nxënë ardh. Kur në ardhë 2 ditë, se ajo shkoj Mandela. Ajo shkoj në shtëpi, na la neve, na kretu më shumë me beben. Shkojshim kështu, u deshke disa albumina, për rritje, ushqum shti, shkojsha vetëm për ato kërkojsha, dhe më shumë vetë vishim, po ka qenë një sfid, po një knatësi shumë e madhe. Atë komplimente shumë, pra, këko ka një rast që po deshka me marrë dhe mirë njohje. Normalisht, edhe komplet klinika, po edhe ju personalisht. Po kemi, na kanë pas. Kështu që të gjitha ato gra, nana, shtatzone që po presin, mos ja lëni vetit fajin. Jo. Kjo është një proces të cilin nuk mundet më ndalë. Kur, bile në botën e zhvilluar të na janë disa metoda që ana ginekologjike që i përdorim, po flasim në botën e zhvilluar në Amerikë nuk përdoren, se lindja naturale kur fillon është shumë vështirë më ndal.
Mandej me siguri pas dalje, me siguri pas daljes nga spitali është edhe trajtime të tjera që duhen te beba, te bebat, me rëndësi te fëmijët e lindur para kohe është përcjellja e follow-up-i, që është shumë e rëndësishme, sidomos te 8 muaj. Mos më bë mandej ndaj gabim i kthy në pikën 0. Pikën 0 jo, por përcjellja zhvillimi psikomotorik, domethënë zhvillimi psiqik dhe zhvillimi ecja, somatik është ecja, se shumë janë të rrezikuar këta për edhe tjetra, përcillen edhe shikimi. Domethënë fëmijët deri në të rrezikundër tjera janë edhe për retinopati. Retinopati është verbimi. Edhe kjo është një sukses i madh që është në Kosovë, që ka fillim program nacional, domethënë para 5 viteve për kujdesin për retinopatin, për cilën, e cila bëhet është oftalmolog të cilët janë trajnuar për këtë, duhet deri në klinik janë, edhe çdo javë për cilën këto beba për mos marrë deri te verbimi. Është shumë mirë. Edhe mandej këto vaksinimet e rregullta këto duhet vaksinimin gjithmonë me konsulta dhe sifmit jo diçka më tepër. Jo. Po, është virusi sinciari respirator, që thonë virusi i gripave. Domethënë se këta gjithmonë janë të predisponuar për infeksione në mushkëni, shkak se që ato janë më të brishta. Po për te na, alo nuk është futën jetë. Mujin me pagesë, besoj që e la kush, vetëm që të bëhet mirë fëmia i tonë, po që kjo është sfida e rradhës që duhet më bë. Atëherë, doktoresh, veç për më duhet me të falenderu shumë, e di që ki kohën, na qatë shumë kena për me folë për këtë temë edhe di që qatë shumë ke me shpërndo. Është kënaqësia më e madhe janë këtë ditën më të bukur, domethënë ditën më të mirë për luftëtarët. Luftëtarët tanë të vegjël janë prematur, ata janë herojë të cilët plus mandej këtë jeta o luftë, po ata me nisin me luftë edhe i urojmë spori nanave, i urojmë për këtë ditë veçantë për sfidat e tyne, për natët pa gjumë, për ndrydhjen e ndjenjave, po veç ato janë që i ndihmojnë dhe japin shpresën për një jetë më të mirë, më të shëndetshme dhe plot suksese. Domethënë këta marrim si një lloj mesazhi që shumë shpesh harrohet. Ato janë herojë të heshtur të fëmijëve të tyre. Pikërisht, edhe gjithmonë ju ngulitet edhe gjithmonë janë çast shumë tillë. Gjithmonë kanë mbas ndej vezvese që do ndroja. Po, si të vinë thonë doktoresh, ky u kon kështu në respirator, domethënë ajo është parati për ndihmë për formare artificiale. Kur gjoj tham, ajo ka kalu. Ajo ka qenë veç një periudhë që është pjek kanë kalu ato. Fëmia jot ka më qenë më mirë edhe më të vërtet. Ka më qenë më mirë se shumë tjerë. Ju shpjegoj rastet Einsteini, Picasso, janë shumë po, Newtoni janë prematur që kanë lind, sot janë emra botnor. Por që këta duhet qeveria, shteti, rrethi, shumë mirë se është kuptohet është një profesion shumë i shtrejtë, kërkon pajisjet specializuar, ekip specializuar që ta mbështetin se ata nesër kanë me qenë ardhmëria jonë, në anën tjetër mund me qenë edhe barra e shtetit për deficite a problemet që mesin si pasojë prematuritetit. Doktoresh, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për kontributin që jep në këtë pikë edhe në çdo ditë tjetër. Faleminderit shumë doktoresh. Ky moto e kësaj viti është jep ju një start të fortë prematurve që të fitojnë një shpresë shumë të madhe në të ardhmen. Faleminderit shumë doktoresh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.